Horoskopi ditor, 22 nëntor 2025, dashi, sot dhe në javët që vinë, energjia jote po hapet. Dielli ka hyrë në zonën tënde të aventurës, ndaj do të ndihesh sikur rutina nuk të mjafton më. Do të kërkosh diçka më shumë, një përvojë të re, një ide të re, një udhëtim, një mësim, një horizont tjetër. Ky është një moment shumë i mirë për të zgjeruar, të mësosh, të provosh gjëra të reja, të njohësh njerëz të tjerë, të nisësh projekte që kërkojnë guxim. Edhe një marrëdhënie apo një punë mund të marrë drejtim të ri, më të hapur. Megjithatë, mos lër që dëshira për aventurë të bëjë të harrosh gjërat e rëndësishme të përditshme. Kujdesi ndaj detajeve mbetet i nevojshëm. Energjitë e ditës të ndihmojnë të mendosh qartë dhe të bësh plane të forta. Mendja punon mirë dhe të vinë ide të dobishme për të ardhmen. Në pak fjalë, dashi sot kërkon diçka më tepër. Dhe ky është momenti i duhur për ta ndjekur. Demi, sot fillon një periudhë rreth një muajshe ku do të futesh më thellë te vetja. Dielli ka hyrë në zonën tënde të brendshme dhe të intimes, ndaj dëshiron të kuptosh më qartë çfarë ndjen dhe çfarë të mungon. Kjo është kohë për pasione të forta, ndjenja më të thella dhe lidhje më të sinqerta. Mund të kesh edhe çështje praktike për të rregulluar, si borxhe, mbështetje financiare apo edhe mbështetje emocionale. Do të mendosh më strategjikisht dhe do të planifikosh më me kujdes, nuk të mjafton më sipërfaqja. Do ndryshim, rritje dhe më shumë kuptim në jetën tënde. Energjitë e ditës favorizojnë biseda të rëndësishme që çojnë përpara gjërat. Mund të zgjidhësh probleme ose të vendosësh plane të qarta. Më vonë gjatë ditës, hëna hyn në zonën e aventurave dhe ti ndihesh më i lirë, më i guximshëm dhe nuk do të ndalesh nga askush. Binjakët, fillon një periudhë rreth një muajshe ku vëmendja jote shkon te marrëdhëniet dhe bashkëpunimet. Dielli ka hyrë në zonën tënde të partneritetit, ndaj në javët në vijim do të kërkosh më shumë kontakt, biseda dhe harmoni me njerëzit rreth teje. Kjo është kohë shumë e mirë për të rregulluar keqkuptime, për të gjetur gjuhën e përbashkët dhe për të bërë marrëveshje. Deri më 21 dhjetor, je më i gatshëm të negokosh dhe të bësh kompromise, dhe kjo të sjellë rezultate më të mira me të tjerët. Mund të ndjesh nevojë të jesh më shumë me një mik të besuar, me partnerin, apo me njerëz që të japin stabilitet. Temat si bashkëpunimi, ndarja e ideve, këshillimi dhe puna çift dalin në plan të parë. Je në moment të favorshëm për t'u afruar me njerëzit që do ose për t'u lidhur më shumë përmes aktiviteteve të përbashkëta. Gjithashtu, mund të kuptosh se në cilat pjesë të jetës ke humbur ekuilibrin dhe tani kërkon qetësi, paqe dhe rend. Sot mendja punon qartë, bisedat ecin mirë dhe njerëzit reagojnë pozitivisht ndaj teje, edhe pse planeti yt sundues është ende në prapavi. Gaforia, sot fillon për ty një periudhë rreth një muajshe ku fokusohesh te rutina, puna e përditshme dhe kujdesi ndaj vetes. Dielli ka hyrë në zonën tënde të organizimit, ndaj deri më 21 dhjetor do të kesh energji të mirë për t'i vënë gjërat në rregull. Ky është moment shumë i mirë për të forcuar disiplinën, për të përmirësuar zakonet, për të zhvilluar aftësi të reja dhe për t'u kujdesur më shumë për shëndetin tënd. Do të ndihesh më krenar për punën që bën dhe më i motivuar të përfundosh detyrat që ke lënë pezull. Marsin e ke po ashtu në të njëjtin sektor, duke të shtyrë të lëvizësh më shpejt, ndërsa dielli të ndihmon t'i japësh strukturë dhe qartësi çdo gjëje. Kjo është periudha e duhur për të vënë rend, për të pastruar kaosin dhe për të bërë një rifreskim total të jetës së përditshme. Energjitë e ditës sjellin mendim të kthjellët dhe biseda praktike që të japin ide të realizueshme. Ky është Luani, sot fillon një periudhë rreth një muajshe ku energjia jote hapet drejt gëzimit, krijimtarisë dhe kënaqësisë. Dielli ka hyrë në shtëpinë tënde të pestë, zonën e lojës, dashurisë dhe vetë shprehjes. Deri më 21 dhjetor do të ndihesh më i gjallë, më krijues dhe më i hapur ndaj gjërave që të bëjnë të buzëqeshësh. Ky është momenti i vitit kur ti ndriçon natyrshëm. Ke më shumë frymëzim, më shumë ngrohtësi dhe më shumë dëshirë për të treguar të tjerëve anën tënde më të mirë.
Aktivitetet që të japin kënaqësi, romanca, hobi, arti, muzika, lojrat dalin në plan të parë. Do të kërkosh më shumë ngjyra, më shumë dashuri, më shumë të qeshura dhe më shumë momente që të bëjnë të ndihesh i gjallë. Mund të nisësh ose të ringjallësh një hobi, një projekt kreativ ose një pasion të vjetër. Sot mendimet vijnë të qarta dhe idetë për ta përmirësuar jetën emocionale të shfaqen natyrshëm. Virgjëresha, sot dielli ka hyrë në zonën më të brendshme të hartës tënde dhe do të qëndrojë aty deri më 21 dhjetor. Kjo hap një periudhë ku fokusohesh tek shtëpia, familja dhe baza jote emocionale. Energjia të shtyn të përmirësosh jetën e brendshme, të rregullosh mjedisin ku jeton dhe të krijosh më shumë qetësi. Në javët që vijnë, çështjet familjare dhe personale do të marrin pjesën më të madhe të vëmendjes. Do të kesh dëshirë të investosh më shumë kohë dhe përkushtim në shtëpinë tënde, në marrëdhëniet me të afërmit dhe në mirëqenien tënde emocionale. Kjo është periudha ideale për të bërë ndryshime praktike, për të organizuar shtëpinë, për të vendosur rend, për të riparuar gjëra që të shqetësojnë dhe për të krijuar një ndjenjë stabiliteti. Po ashtu, do të kuptosh më qartë se çfarë të mungon për të ndier më i qetë, më i sigurt dhe më i mbështetur emocionalisht. Sot, bisedat janë të qarta dhe të dobishme. Mund të zgjidhësh keqkuptime ose të flasësh hapur për nevojat e tua. Peshorja, dielli ka hyrë në shtëpinë tënde të tretë dhe do të qëndrojë aty deri më 21 dhjetor. Kjo hap një periudhë ku komunikimi, lidhjet dhe lëvizja marrin vëmendjen kryesore. Do të kesh më shumë takim me njerëz, më shumë biseda, më shumë informacione dhe më shumë gjallëri në përditshmërinë tënde. Javët që vijnë janë të mira për të mësuar gjëra të reja, për të nisur një kurs, për të ndjekur një interes të ri, ose thjesht për të kërkuar përgjigje që të kanë munguar. Kureshtja rritet dhe mendja jote ka nevojë për stimulim më shumë se zakonisht. Mund të jetë një periudhë e ngarkuar, me shumë lëvizje dhe detyra të vogla që thërrasin vëmendjen tënde. Edhe pse ndonjëherë mund të jetë e vështirë të përqendrohesh, arrin të mbulosh shumë teren dhe të jesh në kontakt me njerëz që ke kohë pa i parë. Ndjenja e lidhjes me të tjerët do të ndikojë drejt për drejt në mirëqenien tënde. Sa më shumë të komunikosh, aq më mirë do të ndihesh. Sot, mendimi yt është i kthjellët dhe mund të gjesh ide të mira, sidomos për çështje praktike dhe financiare. Akrepi, dielli sapo ka dalë nga shenja jote dhe ka hyrë në zonën e financave dhe sigurisë. Deri më 21 dhjetor, fokusi yt kalon te stabiliteti, paratë, asetet, vetbesimi dhe ajo që ndërton me duart e tua. Kjo është periudha kur do të mendosh më shumë për sigurinë personale dhe atë të familjes. Do të kujdesesh për gjërat e vlefshme, për llogarinë bankare, për punën tënde dhe për vendimet që të japin stabilitet afatgjat. Në javët e fundit ishe i përqendruar te zhvillimi personal, tani kërkon rezultate konkrete. Dëshiron të shohësh diçka që rritet, që funksionon, që ka vlerë të qartë. Ky është moment shumë i mirë për të vendosur prioritetet dhe për të qëndruar tek ato. Mund të gjesh mënyra të reja për të ndier më i qëndrueshëm, më i sigurt dhe më i organizuar. Sot, të tjerët kërkojnë mendimin, këshillën dhe përvojën tënde, dhe ti di t'u japësh përgjigje të drejta. Shigjetari, dielli ka hyrë në shenjën tënde dhe do të qëndrojë aty deri më 21 dhjetor. Kjo shënon fillimin e ciklit tënd personal vjetor, një periudhë ku ti ringrihesh, merr iniciativë dhe merr kontroll mbi jetën tënde. Në javët që vijnë, do të ndihesh më i fortë, më i qartë me veten dhe më i motivuar të veprosh. Energjia është me ty. Kjo periudhë vendos në qendër nevojat, planet dhe identitetin tënd. Është kohë e shkëlqyer për ndryshime personale, qoftë në imazh, mënyrën si prezantohesh apo në drejtimin që po i jep jetës. Njerëzit do ta vënë re praninë tënde. Do të kesh mundësi të lësh përshtypje të mirë dhe të tërheqësh më lehtë atë që kërkon. Dëshira për një fillim të ri është e fortë dhe është pikërisht koha e duhur për të vendosur objektiva të qartë dhe për t'i ndjekur me bindje, edhe pse do të ndihesh më i qartë pas datës 29, kur Merkuri të dalë nga prapavia. Sot mendja jote është e kthjellët për çështje personale dhe emocionale. Britsjapi, dielli ka hyrë në zonën tënde të përfundimeve dhe reflektimit, ku do të qëndrojë deri më 21 dhjetor.
Kjo është periudha para ditëlindjes tënde, një fazë e natyrshme për qetësi, pushim dhe tërheqje nga zhurma e jashtme. Ke nevojë për më shumë hapësirë, më shumë qetësi dhe më shumë kohë me veten. Në javët që vijnë, mund të ndihesh më i tërhequr, duke preferuar të punosh pas skene, larg vëmendjes. Kjo të ndihmon të mbledhësh energji, të pastrosh mendjen dhe të përgatitesh për kapitullin e ri që nis me sezonin tënd. Aktivitete si muzika, arti, meditimi, lëvizjet ritmike ose çdo gjë që të qetëson shpirtin janë të favorshme tani. Nuk ke pse të kesh qëllime të qarta në këtë fazë, më mirë lëri gjërat të rrjedhin dhe dëgjoj intuitën tënde, sepse ajo të udhëzon më qartë se logjika. Kjo periudhë është ideale për të pastruar ngarkesën emocionale dhe mendore, për të mbyllur kapituj të vjetër dhe për të çliruar atë që nuk të shërben më. Sot, idetë vijnë lehtë, sidomos përmes bisedave apo brainstormit, më vonë gjatë ditës. Hëna hyn në shenjën tënde dhe të sjell një ngritje humori dhe dëshirë për t'u lidhur më shumë me botën. Rreth teje. Ujori, dielli ka hyrë në sektorin tënd të miqësive, grupeve dhe komunitetit dhe do të qëndrojë aty deri më 21 dhjetor. Në këtë periudhë do të ndjesh një nevojë më të madhe për të qenë pranë njerëzve që të kuptojnë dhe të ndajnë interesat e tua. Nuk është koha për izolim, përkundrazi, është koha për të zgjeruar rrjetin social, për të takuar njerëz të rinj dhe për të ndarë ide dhe ëndra me ata që ndajnë vizionin tënd. Eksperiencat e reja, bashkëpunimet dhe pjesëmarrja në aktivitete komunitare do të japin energji dhe frymëzim. Do të ndihesh më i lirë dhe më kreativ në mënyrën se si lidhesh me të tjerët dhe shpesh do të zbuloj se ide të reja dhe plane për të ardhmen lindin nga këto lidhje. Sot, energjit të lejojnë të kesh biseda të frytshme mbi mënyrat praktike se si të realizosh synimet dhe projektet e tua, duke të dhënë një ndjesi kontrolli dhe kënaqësie. Në këtë periudhë, njerëzit rreth teje mund të ndjejnë tërheqjen e energjisë tënde pozitive dhe të frymëzojnë gjithashtu. Kjo është një kohë për të shijuar lidhjet dhe për të ndjerë se pjesë e diçkaje më të madhe dhe më domethënëse. Peshqit. Dielli ka hyrë në sektorin tënd të karrierës, ambicieve dhe statusit dhe do të qëndrojë aty deri më 21 dhjetor. Kjo është një periudhë që të bën më të vetëdijshëm për objektivat e tua dhe mënyrat se si mund të përparosh në jetën profesionale dhe personale. Ndihesh më i motivuar për të marrë përgjegjësi, për të marrë iniciativa dhe për të planifikuar hapat që të çojnë drejt suksesit. Është koha për të reflektuar mbi arritjet e tua, për të vlerësuar atë që ke bërë dhe për të kuptuar çfarë mund të përmirësosh. Do të ndjesh një kombinim të fuqishëm të kreativitetit dhe mendjes praktike që të ndihmon të veprosh me siguri dhe të marrësh vendime të mençura. Energjia e diellit të lejon të shohësh më qartë rrugën tënde, të vendosësh prioritete dhe të identifikosh mundësitë që vijnë përpara. Sot mendimet janë të qarta, kombinojnë imagjinatën dhe arsyetimin, duke të dhënë një ndjesi kontrolli mbi karrierën, ambicjet dhe jetën personale. Kjo periudhë është e shkëlqyer për të bërë plane afatgjata, për të marrë hapa konkret drejt suksesit dhe për të ndërtuar vetbesim për të ardhmen.